Kapitulli, mos e haro, paratë nuk janë gjithçka, por gjithçka kërkon para. Është e vërtetë që paratë nuk blejnë lumturinë, por a ke provuar ndonjëherë të jetosh pa to? Shumë herë dëgjojmë fraza të bukura si gjërat më të rëndësishme në jetë nuk blihen me para, apo paratë nuk janë gjithçka. Dhe kjo është në thelb e vërtetë. Dashuria nuk blihet. Koha nuk kthehet. Paqja e brendshme nuk ka çmim. Por këto fraza shpesh thuhen nga ata që nuk e kanë provuar kur anktin e boshllëkut në frigorifer, faturat që grumbullohen mbi tryez, ose zërin e një fëmie që kërkon diçka të thjeshtë dhe ti nuk e ke. Realiteti është më i vrasë se fjalët filozofike. Në këtë botë ku jetojmë, gjithçka kërkon para: strehimi, ushqimi, shëndeti, arsimimi, qetësia. Të duash një jetë dinjitoze për veten tënde dhe për ata që do, nuk është lakmi. Është nevojë. Dhe kjo nevojë ka një emër: ekonomi. Mos e ngatëro pasurinë me etjen për pushtet. Mos e ngatëro dëshirën për stabilitet me materializëm. Sepse të kërkosh para për të jetuar më mirë nuk është turp. Është përgjegjësi. Është kujdes për veten. Është ndjeshmëri për ata që mbështeten tek ti. Ata që thonë se paratë nuk kanë rëndësi, zakonisht janë ata që nuk u mungojnë. Por për pjesën tjetër të botës, për ata që numërojnë centët në fund të muajit, për ata që duhet të zgjedhin mes bukës dhe ilaçit, po, paratë kanë shumë rëndësi. Janë diferenca mes mbijetesës dhe dinjitetit. Paratë nuk blejnë gjithçka, por pa to, shumë gjëra as nuk fillojnë dot. Ëndrat, udhëtimet, mundësitë, madje edhe qetësia e mendjes shpesh ndërlidhen me një realitet të pamëshirshëm: buxhetin. Thënie. Paratë nuk janë gjithçka, por mungesa e tyre të bën të ndihesh si hiç. Mbyllje kapitulli. Duhet të ndalojmë së romantizuari varfërinë. Nuk ka asgjë fisnike në dhimbjen që vjen nga mungesa. Dhe nuk ka asgjë të keqe të duash një jetë më të mirë, më të lirë, më të qetë, sepse kjo do të thotë të kesh mundësi. Jo për të harruar vlerat, por për të jetuar ato pa u lodhur çdo ditë nga mbijetesa. Në fund, mund të themi që paratë nuk janë gjithçka. Por në një botë ku gjithçka kërkon para, kjo është një betejë që nuk mund të injorosh. Kujdesu për veten. Jepi vetes siguri. Jepi vetes mundësi. Jepi vetes vlerën që meriton, edhe përmes punës, kursimit dhe po, përmes paras. Sepse pa të, asgjë nuk lëviz. Dhe kjo është një e vërtetë që s'mund të fshihet pas fjalëve të ëmbla.